Mjegulla e dendur ka pushtuar mëngjesin e sotëm ulëtësirën perëndimore të vendit, duke përfshirë veçanërisht zonat e Krujës dhe Kurbinit, që në orët e para të ditës, rrugët dhe autostrada e Veriut janë mbështjellë nga një shtresë të rash mjegulle, që ka bërë të vështirë shikueshmërinë për drejtuesit e automjeteve. Pamjet nga segmentet rrugore të autostradës Milot-Fushkruj, ku qartësia është reduktuar ndjeshëm, ndërsa automjetet lëvizin me drita ndezur dhe me shpejtësi të ulët, tregojnë qartë gjendjen në të cilën ndodhet kjo rrugë. Autoritetet rrugore u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar në lëvizje, të respektojnë distancën e sigurisë dhe të shmangin parakalimet e rrezikshme. Meteorologët parashikojnë që mjegulla të vazhdojë dhe gjatë paradites, ndërsa gradualisht pritet të shpërndahet në orët e mesditës me përmirësim të dukshmërisë. Mjegulla e dendur në këtë periudhë të vitit është tipike për ulëtësirën perëndimore, për shkak të ndryshimeve të temperaturës nëpërmjet natës dhe ditës, si dhe lagështisë së lartë në ajër.